kur është hera e fundit që neve një orë, s'po tham ma shumë. Nuk po tham ta natën, vëllezër. As nuk po tham gjysën e natës. Po jam shumë të fol me distanca shumë të shkurta kohore. Kur është hera e fundit që një orë, kur kemi ra me na marë gjumi, kur kemi ra me fjet, një orë nuk na ka marë gjumi, dhe shkak i mos marrjes së gjumit është kanë qysh me udhëzu një antar të familjes. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan ya rabbil alamin. Allahun e falenderojmë, dërgojmë selavatat tona Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Lusim Allahun xhalla shanuhu dhe thëmë Zotë jonë mësanata e cila është e dobishme dhe na mundësot të kemi dobi nga e cila mësojmë na shto deturinë, sinqeritetin dhe veprat e mira. Tema cila është kërku që të flitet sonte për ta është një temë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe sa për informacion, kam pas për dallim ndoshta prej temave tjera në raste të tjera, ka pas shumë pyetje që më kanë ardhur kur është pa njoftimi dhe lajmërimi se a do të transmetohet, kur do të transmetohet, a do të jetë e injizuar, as do të jetë e injizuar e kështu me radhë. Nga njerëz që nuk kanë pas ndoshta mundësi të jenë prezent. Dhe normalisht se kjo të gëzon në aspektin e përgjithshëm kur e sheh se ajo e cila do të trajtohet është në interes të njerëzve në një aspekti tjetër i gëzimit është se megjithatë njerëzit e kanë dert dhe kanë gale dhe e kanë breng çështjen e davetit ose të udhëzimit të familjeve të tyre. Fillimisht në vëllezër, kur po flasim për davetin në familje, pra janë dy nocione shumë të rëndësishme, pastaj shtohet ajo e treta vështirësia, por po du me fol fillimisht për këto dy pjesë, daveti dhe familja. Kur po flasim për davetin, jemi të fol për një kategori të njerëzve, të cilët tashmë e kanë kuptuar rëndësinë dhe e kanë kuptuar domosdoshmërinë e thirrjes së të tjerëve në udhëzim. Dhe kjo nuk është shkallë e thjesht, por është një shkallë bajagi e rëndësishme dhe është një shkallë bajagi që tregon një vetëdijsim të madh dhe një vetëdijsim të lartë të besimtarëve. Thirrja e të tjerëve në udhëzim, pra daveti, përcjellja e mesazhit hynor, përcjellja e mësimeve të Kuranit, përcjellja e mësimeve të pejgamberit alayhis salam, urdhërimi i njerëzve në të mirë, ndalimi i njerëzve nga keqja, formimi i njerëzve me kuptime të drejta, largimi nga ta i dyshimeve, qoftë në besim, i largimi nga ta i veprimeve të cilat s'kan bazë në fe, largimi nga ta i gjunaheve, tregimi i shëmtisë së gjunaheve, kështu me radhë, të gjitha punë të cilat i përmban çështja davetit, është mision cilin Allahu subhanahu wa taala ua ka ngarku njerëzve më të rëndësishëm dhe njerëzve të cilët ai i ka dallu. Andaj është punë dhe është kategori e lartë e vetëdijsimit. E pastaj ky davet ose ky përcjellje e këtë këtij amaneti me këtë ato kuptime të cilat i tham, përcjellja e saj tek njerëzit të cilët njeriu ndan përgjegjësitë dhe ndan obligimet më të mëdha në jetën e kësaj bote dhe realisht do të ketë ballafaqimin më të madh me ta dhe për ta në ditën e llogarisë, e që është familja, bashkimi i këtyre dy vëllezër na jep dhe e ngrit nivelin në njërin anë nivelin e alarmit të rëndësisë së përcjelljes së këtij amaneti të ta dhe në anën tjetër edhe e ngrit nivelin e shpërblimit edhe të gradave të larta të cilat i fitojnë ata të cilët merren me te. E pastaj pjesa e fundit ose pjesa e cila i bashkangjitet kësaj vështirësitë ose pse po na vjen sot zor dhe vështirë me bë davet në familje. Qase kështu është, domethënë kjo ka qenë
kërkesa që trajtohet kjo pjesë. Në mendoj se është një problematik e cila don një trajtim dhe don një kthim të kjo. Don një kthim, mendoj, bajegi serioz dhe bajegi real të secilit me e pa se pse po na vjen vështirë me bë davet në familje. Dhe pse po na vjen vështirë me bë davet në familje, duhet mu pajtu paraprakisht se është të na ardhë vështirë. Apo, sepse ti nuk mundesh me lyp psen, nëse nuk pajtohëm se është të na ardhë vështirë. A mendoj se pseja ka ardhur si rezultat i një realiteti. Dhe realiteti është se ka vështirësi të sidomos të rinis dhe të udhëzuarve në përcjelljen e këtij amaneti dhe davetit në familjet e tyre. Shkaku i parë i vështirësisë ose pse është vështirë të vëllezër është nuk don koment ose nuk don me lyp ku është pseja, sepse natyra e davetit si davet në aspektin general të tij është e vështirë. Nuk ka dikun në mësimet e fesë, në Kur'an, madje edhe në hadithet pejgamberit që ka ardhur nxitja për davet, përveç se ka ardhur dhe bashkangjitur bashkë me ta edhe sabri. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Urdhnoj familjen tonë në namaz dhe ban sabër. Nuk ka mundësi me bë sabër. Surja Asr është argumenti më i madh i kësaj që po flasim. Andaj çështja e davetit don sabër shumë. Don sabër shumë. Sabër i cili është shumë interesant vëllazër, për shkak se daveti u aprish njerëzve rahatin. Daveti u aprish njerëzve komoditetin. Daveti u aprish njerëzve strofullën ku ata e kanë mbyll veten e tyne dhe e kanë gjetë veten e tyne. Andaj sot për shembull, secili prej neve, madje edhe Islamin në tërësi, beso çka dush. Çka dush beso. Falu si dush, falu ku dush, lexo çka dush, vepro çka dush, nuk është problem. Kur fillon problemi fillon kur krejt që kjo brëndësia e jonë fillon me u shfaq jashtë dhe fillon me u tentu, me u shtri dhe me u përcjell edhe tek të tjerat. Andaj Allah subhanahu wa taala punën e davetit u ka ngarku thash në fillim njerëzve cilët Allahu xhaleshanu i ka përzgjedh, u ka ngarku pejgamberve. E pastaj atyre të cilët shpresojmë dhe lutim Allah subhanahu wa taala të jenë në ngjashmëritë e tyre. Andaj pse e parë është e njoftën, domethënë sepse daveti në vetvete është i vështirë. Daveti në vetvete është i vështirë dhe don durim asnjë prej pejgamberëve të Allah subhanahu wa taala kur ka nuk e ka gjetë rrugën e davetit shtrime. Mandaj e dini, domethënë bisedën e pejgamberit alsam me Waraka ibn Nawfal, kur i ka thonë sikur të isha me ty kur popullit ka me të nxjerr nga vendi jot. Para mendoni domethënë fillim pejgamberi sa hala nuk e ka idenë se çfarë do të vije. Waraka po paralajmëron për një diçka e cila në rrethana normale është goditje e fortë. Pejgamberi thotë, pse mu? Çka kam ju bë vëllai aty ne aftën? Pse duhet më nxjerr populli jam? Për me të nxjerr pe vendit tënd do të më bëni bajegini mjau prish të rëzinë dhe mjau prish rahatin dhe Waraka ja ka tregu natyren e davetit. Ka thonë nuk ka ardhur askush prej paraardhësve tu, domethënë pejgamberve, përveç se e ka pas njëjtin fat. Andaj daveti në vetvete është i vështirë. E daveti pastaj në familje i shtohen disa vështirësi tjera që janë pak më specifike. Domethënë që janë pak më specifike. Disa prej këtyre vështirësive shtohen për shkak të mosdijes së thirrësit. Në këtë rast secilit prej neve. Për shembull, teprimi është një prej vështirësive ku njeriu synon dhe tenton dhe përpjeket që domthon për një herë
ose në mënyrë të përshpejtume dhe në mënyrë të vroll, në mënyrë të menjëhershme me i bë të ndryshum ata. Dhe pastaj nuk zgjedh se çka duhet më dhon dhe çka duhet më thon dhe ku duhet më anis dhe ku duhet më përfundua kështu me radhë. Andaj teprimi është një nga vështirësitë, cilat has ai i cili i thirr familjen e tij në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Një vështirësi tjetër është e kundërta e saj, është lirimi i tepruar. Frika edhe me u fol, frika edhe me i thon, frika edhe me e shfaq, frika edhe me thon me lexohet liber, frika edhe me thon dëgjohet ligjërata kështu me radhë. Domthon, një frikë e pavend. Aty është një guxim i tepruar, në anën tjetër është një frikë e pavend. Këto dy vështirësi, janë vështirësi të cilat mund të evitohen. Dhe duhet të evitohen, por thjesht një herë jena veç tu i diktu ku janë psejat, që pastaj në mënyrë gjenerale ndoshta më marr me të gjitha këtu. Janë edhe dy problematika tjera, të cilat shfaqen kur dikush tenton me thirr familjen e tij, me i bë davet familjes. Dhe këto dy problematika, domethënë, janë jo të vrejtshme, por janë domethënë aspektin e jashtëm, nuk vrejën shumë, ama në brendësi kanë dalin pengesë e madhe. E para për ty në është vëllezër se shumica e jonë nuk jena të përkrym. Nuk jena të përkrym, po mendoj edhe në aspektin e jashtëm, edhe ma pak në aspektin e brendshëm. Andaj familja të din këtë metat, ma shumë se krejt, në jashtë kena mundësi me mshef, apo plot mangësi që i kena, ama në familje së në mshefëm. E problemi i diktimit të tmetave tona në familje, shpesh e në nxjerrin të lashe. Sidomos në të kata të cilët udhëzimin e kam përjetu në fazat vëndshme. Në momentin e parë që dikush tenton me fol, me njëherë ja hodhin ftyrës të kaluarën e tij, çfarë do lloj qoftë ajo? Kjo është pengesë, kjo është pse. Dhe njerëzit ndoshta në pamundësi për ta argumentuar madje edhe ndryshimin e tyne, edhe përmirësimin e tyne, ju ngelet një pse e madhe, ju ngelet një pengesë e madhe. Dhe një pengesë pe psejave tjera është se në familje s'ka kamera. S'e kërkosh. Apo? S'e kërkosh as të i dhon liber, as të i fol, as të i ndihmu, as të e përkra, as të i shërby. Andaj është kogja vështirë në kohën e sot me bot davet e mi u fol njerëzve e më përhap fjallën Allah subhanahu wa taala në qoftë se nuk janë kthy reflektor. Si s'ka reflektor drejt, është kogja problem, kogja problematike me fola. Dhe këtu janë disa prej pseve, pse daveti në familje tona është i vështirë dhe është shpesh herë i ranë. Po mirë, si duhet të kalohen këto? Megjithëse lista është e gjatë, ka hala, po mendoj, po thjesht jam mundu me i përmbledh disa prej atyre që janë ndoshta prej pengesave dhe pseve të vështirësisë në davetin familje. Si të kalohen gjitha këto dhe që besimtari sot jetë i suksesshëm në davetin në familjen e tij. Vazhdim do ta përmendi një shkak ose një qels i cili mendoj se është shumë i rëndësishëm jo me u ndëgju, jo tani me u ndëgju, po me u meditu dhe me u llogarit kur jena vetëm. Sepse në bazë të qiti qelsi, të suksesit, të davetit, mendoj se do të vinë pastaj hapat e radhës. Në qoftë se mungon ky qels i suksesit, të davetit, në familje, do të mungojnë pastaj edhe qelsa tjerë, edhe zgjidhje tjera, edhe forma tjera, ose do t'jenë prezent, po do t'jenë prezent vetëm në aspektin formal, por jo real dhe jo bindës. Cili është qelsi
i largimit të pengesave? Cili është çelësi i largimit të mos ndëgjimit të tyre? Cili është çelësi i udhëzimit të familjes? Manën mend në vëllezër dhe ndëgjoni me vëmendje, edhe ju që jeni prezent, ata që do të kenë mundësi ndoshta me ndëgju këtë trajtim që jena të e bos bashku. Çelësi kryesor është derti. A kena dert udhëzimin e familjes? Pra ta thash, nuk është shumë më rëndësi ndëgjimi këtu, ama shumë më rëndësi apo thon që pjesë apo thon me ndëgju mirë e pastaj kur të kemi kohë me e mat veten tonë. A e kemi dert? Ama për me a kemi dert. A dini që do me thonë me pas dert vllaznia thon? Nuk po flas a e kemi dert me i thonë. Se për me i thonë e kemi dert. Ka herë ky derti i thonës, do më për cilës gojore, ka herë shpesh herë është kryhet ma shumë të dash me tregu e përsin tonë, ma shumë të dash me tregu në nënçmimin ndaj tyne, një farloj distance mes neve dhe juve në familje, unë kum rrit ashtu një me të kërkon, unë jam ju sjeni, unë pështova ju marut, e kështu më radha, po flas në aspektin e përcjelljes, po flas në aspektin e dertit. Allahu subhanahu wa taala so në zemrat tona dert, gajle, breng, udhëzimin e babës, edhe të nanës, edhe të vllaut, edhe të motrës, edhe të fëmis, edhe të dajs, edhe të axhës, edhe të afërmit, e kështu me radhë. A dini çfarë do me thonë të vëllezër me pas dert? Mi pas dert. Tash unë do m'ja bëj një pyetje, e secili prej neve ka mundësi mi dha përgjigje vetes tina. Kur është hera e fundit që neve një orë, s'po tham ma shumë. Nuk po tham ta natën vllaznia. As nuk po tham gjysën e natës. Po jam shumë të fol me distanca shumë të shkurta kohore. Kur është hera e fundit që një orë, kur kemi ra me na marr gjumi, kur kemi ra me fjet, një orë nuk na ka marr gjumi dhe shkak i mos marrjes së gjumit është kanë qysh me udhëzu një antar të familjes. Na dim çka do me thonë me tik gjumi, apo? Kur e ki dikan smut, kur e ki në provim diçka, kur e ki diku një mundësi të madhe që të vjen, kur e ki një dert diçka, kur tutesh për diçka, kur brenga caktuar të dynjas neve shpesh na kanë lënë pa gjum, na lënë edhe magat. Apo? Po më tham një orë. Një orë, apo thën. Një orë natën mos me të marr gjumi. E gjumi nuk merr kur ki breng, apo? Kur e ki dert diçka, kur ki hall diçka. Mos me na marr gjumi tu menu tik gjumi, apo thën, tu menu qysh mi ban filanit, pe antarëve të familjes. Mi andru mendimin që e ka për Zotin, mi andru mendimin që e ka për ingjalljen, mi andru mendimin që e ka për namazin, mi andru mendimin që e ka për xhami, mi andru mendimin që e ka për Kur'anin, mi andru mendimin që e ka për pejgamberin asam, mi andru që të mendim qysh mi ban dhe kjo zgjat një orë, natën nuk të merr gjumi. Kur të shesh ka shku një orë, e unë hala nuk më flajt se jetu menu qysh mi ban. Më kësha pas qef. Shumë kësha pas qef, dikush me dalë me thonë, mu nuk më ka marrë gjumi. Shumë kësha pas qef. Sepse, që kjo breng, që kjo dert, që kjo gajle, është cilin Allahu subhanahu wa taala ja ka tërhek vrejtjen pejgamberit a.s. edhe ka thonë, fela tadhhab nafsuka alejhim hazarat, mos e myt vetën për ta, mos e shkatro vetën për ta, po, mos e shkatro, para mendoni çfarë derte ka pas pejgamberi për kanë vllaznia pëtën, për Abu Jahlin, për Abu Lahebin, për Umej ibn Khalaf, apo për qita se dit e nat kanë kurdis kurtha kundër ti, dit e nat kanë këshyr me e poshtnu, dit e nat kanë këshyr me dhe më madje edhe me e likuidu fizikisht. Për ta,
Pejgamberi sa me ka pas dert edhe gale derisa Allahu subhanahu wa taala është dashur me ndërhy me shpallë me thon nalo apo kupton. Sa është në kufi ku për të ti s'munesh me shku. Pat Allah zini abdon, ka herë mos mendoni se Allah azza nuk i sheh brendësi tona. Ata ka thon pejgamberi sa min Allah la yanzur ila ajsadikum. Allah nuk shikon fizionomi. As nuk shikon ato që e thani ju në muhabetet zakonshme, apo në kafe të ulë të bë muhabet pa atin kryt të e lëviz ka pa kryt atin kështu kishe na marum të menua ama domthon cili është projekti pastaj. E cili ka dalë si rezultati që soi brenge. Sepse ti në orë kur nuk flesh, çkomani aty apo baba, nana, vëlla, motra, kush do të jetë. Secili prej tyre ka një pikë dopt apo në aspektin pozitiv, secili prej tyre ka një dëshirë, secili prej tyre e ka një njeri që e ndëgjon, secili prej tyre ka dikan që e don. Apo dhe përdorimi pastaj i këtë mjete që vinë si rezultati që soi branga dhe që ti derti. A unë mendoj të vëllezër. Dhe këto, to ja tham me përgjegjësi të plot. Se ata të cilët ai i cili nuk e merr gjumin natën. E tani hapi tjetër me njëherë, natën halojnë në terr. Sepse po flasim për punë zemrës, po flasim për punë brengës, po flasim për punë dertit, e punët e dertit dhe galas ato diskutimet që bën shpeshherë me njëri tjetrin janë shumë sipërfaqësore. Për ata, domosdoshmë selefët e xhanatat e hershme kur i kanë kajt brengat e hallet e dertit dhe brendsinë e tyre kanë pas vetmin me Allah subhanahu wa taala. Çaty ata e kanë nxjerr keq që kanë pas. E na po na shpeshherë e kena të kundërtën. Na mundohem me nxjerr ato që e kena mrana kur t'jena bashkë me tjerët. E kur të vetbohem, na e dim çka nxjerrëm. Apo kur t'jena vetëm çka nxjerrëm na? Apo çka nxjerrëm? Kur koha e fundit e vetmis tonë me Zotin nuk kanë koha më e ëmbël që na kena kalu. Apo andaj vëzhgim. Mënyrë masoj vjen për shembull tani branga e ngritjes natën, më fal, veç për shkak të udhëzimit të filanit për anëtarëve të familjes. E domën e lën orën, në ora 3, në ora 4 sonte ki moqu, jo një natë, po një javë ditë rresht. Një muaj ditë rresht. Një muaj ditë rresht, dhe ja rab, një muaj ditë rresht, unë kam moqu në 3 natës dhe deri jam i vetëm kom që filani për anëtarëve të familjes më udhëzu. Çaj mërmenë vëllazënia, ka mundsi Allah subhanahu wa taala dikan me pas dhe me bart që ka dert dhe gajle, Allah azza wa jall mos më lehtësu pastaj dhe mos më mundsu arritjen e rezultatit të tillë. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata cilët përpjeken, do të Allah subhanahu wa taala për me mritë na, me mritë Allah subhanahu wa taala, me mritë rezultatet që Allah i dhan kështu me radh, Allah subhanahu wa taala thot kena më avletsu rrugën. Kena më avletsu rrugën e arritjes. Domthon ka thotë dietar, lehtësimi i rrugës është që Allah të mëson çka duhet me bë. Të mëson Allah ç'është duhet më bë. Të mëson pastaj Allah subhanahu wa taala. Andaj vllaznia apton. Nuk ka shumë nevojë me lexu shumë libra, besoni. As nuk ka nevojë shumë me lexu shumë trajtime akademike që janë bën. Ka nevojë Allah me pa ikhlas në zemrat tona se kena dert edhe brang edhe hall edhe gajle udhëzimin e anëtarëve tonë të familjes. Dhe dim se Allah subhanahu wa taala për urnave të parë në Kur'an, surën Bakara, Allah subhanahu wa taala ka thënë ku anfusakum wa ahlikum nara, rune veten dhe familjen e juve nga zjarri i xhenamit. Runa po. Po ta pe ajetet të para që i ka zbrit pejgamberi sa, cili ka thënë wanzir ashiratak al-aqrabin po. Çu dhe thirrë dhe tërheqja vrejtjen edhe ngritë alarmin të këtë afërmit edhe familjarët i tuaj. Ka thonë aqrab fal aqrab do të shku do më pemat afërmit e pastaj të shku duke e zenu rrethin. Andaj vëllezër ndrum, jashtëzakonisht e rëndësishme kjo pjesë. Pjesa e dertit edhe brengës edhe gajlës edhe e dert domthon e preokupimit ton për udhëzimin e familjes. Hajde le t'ja dëshmojmë Allah subhanahu wa taala se kemi dert dhe kemi gale këtë punë. Padyshim se për ata cilët Allahu xhallashanuhu sheh dert të tillë, nuk ka dyshim se Allah subhanahu wa taala ka me vlerësu atyne. Si rezultati që saj vllazni, i dertit. Gjithmonë po flas se rezultati i dertit.
Ka me lecu Allahu xhalla shanuhu dhe ka me na i mundsu pastaj veprime të cilat janë provë reale dhe provë e dëshmume në praktik pastaj për udhëzimin e familjes. E këtu se rezultat i qësoj të parës vjen ku secili prej neve i njeh antarët e familjes ti. Apo andaj çka mundet me përdor dikush në familjen e tij nuk mundet me përdor dikush tjetër. Andaj nuk ka mundësi ti me marrë një shablon të davetit në familje edhe me thonë hajde burra që to të përdorëm sot edhe secili kur shkon të shtëpia se këtë ka me dhon efekt dhe ka me pas rezultat. Jo s'ka mundësi. A që ky shabloni parë që kjo është për tonë. Që kjo është për tonë. Kjo është i pashmangshëm. Dhe si rezultate që ti, Allahu subhanahu wa taala secilit ka më ia lehtësu pastaj me i përdor metodat dhe mjetet e caktuara të cilat Allahu xhalla shanu ka më dhon rezultat. Me njerë mas këti të parit, vazhdim ndërum, njëri kalon në aspektin praktik. E pastaj, çështja e parë, cilën familja jonë duhet me na pa, për me na ndëgju, është se na kena ndryshu pozitivisht. Sepse feja na ka bo ma të mirë, feja na ka bo ma të suksesshëm, feja na ka bo ma të moralshëm, feja na ka bo ma të ndëgjushëm ndaj tyne, feja na ka bo ma pozitiv, feja na ka bo ma suksesshëm e kështu me radhë. Nuk kemi mundësi me i bind familjen tonë se duhet me hyrë në islam në qoftë se feja të na ka shkaktu egërsi dhe ka shkaktu vrasësi dhe ka shkaktu regres në jetë. S'munësh të mi thona pëtën. Nuk mundesh me bind dikush i cili ka punu një punë dhe nuk ka i dobishëm për familje dhe ka pas një jetë komodrat, ka fillu më falë tash, e kalon me punë, e kalon me shkollim, e kalon apo pëtën, edhe tash të mi thonë hajde dhe jo falë, pëtën. S'mundet, pëtën. S'ka mundësi. Dhe çështjen e parë, e cila vjen mas qelësit parë, është që familje jonë do të me pa ndryshim pozitiv të na. Do të me pa ndryshim pozitiv. Dhe në momentin që shenë ndryshim pozitiv, ata në mënyrë të heshtur, edhe nëse nuk e pranojnë, edhe nëse nuk na deklarojnë, edhe nëse nuk na thojnë, ata veç e kanë bërë thyrjen e atij murit i cili është pengesë për ma transmetu fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Me njerë masajt në vëllezër, duhet me na pa, pra duhet familja, për me pas efekt daveti i jonë, thirrje jonë të ta, duhet me na pa se nejna të knaq me fe. Nejna të knaq. A jena sot na të knaq me fe? Na sot a knaq me fe? Në punë kur shkajsh apëtën, në rrugë, në shoqni, jo të na pa të ba arrogant. Jo, po të na pa praktikisht se nejna të knaq me fe. Kur na nuk e veprojmë një haram cilën e veprojnë tonë, a janë ata të na pa si neve nuk është të na bo për shtypje dhe nuk janë të na josh me gjunohen që ata janë të e ba. Nga se na kena gjithë diçka shumë ma mirë se sa ata që e kanë. A janë të na pa ata se na jena të knaq me adhurimet që i bajmë? A janë të na pa se jena të knaq me namazin, jena të knaq me Kur'anin, jena të knaq me shoqnin që e kemi, jemi të knaq me gratë dhe me fëmijët tonë duke jetu islamin, duke praktiku fenë kështu me radhë. Nga se kjo luan në rol të jashtëzakonshëm, halojna të folë për aspekte teorike. Qysh ata duhet me kthy një herë mendimin për ato të cilën na kena meo thana. E treta të më vëllezër, prej hapave ose prej rezultateve që vinë si dert, si breng e asaj të parës, është duhet me ju shërby familjes. Vllazni, nëse në monën men, njerëzit nuk të ngojnë pa dasht. Nuk ka mundësi dikush me ta marrë fjallën pa dasht. Unë e di për shembull, apo thënë se ka për shembull, apo thënë, ka trajti, ka njerëz që dojnë hoxhallar caktuar, po? Do më i kanë pak ma për zemër, pak ma shumë i ndëgjojnë e sena, apo thënë. Ka tjerë që dashta nuk kanë shumë simpati ndaj tyne. Besoj se ka shpesh herë ndoshta trajtime që vinë për që atyne që ti s'ki simpati, janë shumë brillante, amo te as nuk do mini.
sepse nuk mundesh me a marr fjalën dikuj pa e dashur. Apo? E në rreth, në rrafshin e jetës tonë të përditshme, e posaçërisht në rrafshin familjar, njerëzit nuk kanë me na dashur. Kjo është rregull. Njerëzit nuk ta marrin fjalën pa dashur dhe njerëzit nuk dojnë pa ju shërby. Njerëzit nuk dojnë pa ju shërby. Pa tregu interes për ta. Qofta interes kohor, qofta interes i shërbimit, qofta interes material, çka do që tjetë, qofta interes i kujdesit ndaj tyne, e kështu me radhë. Nuk të ngojnë pa dashur, nuk dojnë pa ju shërby. E sidomos në kohën tonë materialiste, mos mendon dikush se vetëm për shkak të ideve tua, apo, dhe të mendimeve tua, njerëzit kanë me dashur. Me thonë mashallah filane, apo tënë, ja. Ajo ko ka shku, apo tënë. Sot, në kohën materiale, njerëzit kërkojnë shërbim. E në rastin e familjes, njëri ka shumë arsye që duhet më shërby atyne. Edhe hiç mos me ka kjo pjesë. Vetëm pjesa e obligimit që e ka në shërbimin ndaj familjes. Andaj tregonte një profesor gjatë studimeve për një familje që ai e njehte vetë. Me djalë i ri, pa udhëzuar, rrugës jo të mirë, thot mas një kohe është udhëzuar. Ka dashur Allahu azza wa jalla, ka udhëzuar. Edhe si ka ardhur te shtëpia, ka tentuar domo komplet me ndryshu. Tu harruse edhe për ta u dashur dikush me punu ka xhagat me ndryshu, apo? Thot ka fillu edhe me bën ndryshimet që ai ka synu, por kjo ka rezultu në revolt dhe ka rezultu në kokforci dhe në qëndrueshmëri të antarëve të familjes. Me prind, me vëllaz, me motra thënë, sepse vëllaza nuk ka pas, mos ai e njefte personalisht. Thotë ka shku tek hoxha, ka shku te shehi, ka shku tek një prej dietarëve dhe është konsultu, ka thonë, unë po du me ndryshu familjen tëm, po s'po më dën kërkosh, ka thonë. S'po më merr fjalën kërkosh, s'po më respekton kërkosh. Unë për ja thom hadith, unë për ja thom ajet, apo? Kanë his për shtypjes për ban kjo punë. Thot ti do të më shku të shtëpia dhe me marr me ju shërby. Hiç njëherë mos më fol, veç me ju shërby. Shkon të shtëpia, thot dojnë me bën një organizim, thot çon pe u kry. Po? Mbisen të këshyr tash aftën. Vjen një kohë kur duhet me shku me bë do vizita, thot unë ju çaj me vetur. Do me kry një punë, thot unë ja u kry, thot. Disa ditë kështu. Mas disa ditë të më vëllezër, thot, pjesën se këtë histori e nisa me e tregu për çet pjesë. Thot mas disa dite që shtu të punu, të ju shërby, thot po thojnë antarët e familjes, alhamdulillah u udhëzu filani. A kuptoni? Kur ja kanë nisë më val, edhe kur ja kanë nisë me kryer në ata opton, ja kanë thonë opton kjo kur ja kanë nisë më ju shërby, dhe me kanë njëri i rrafshit, i tokës, konkret, sepse kjo fe nuk ka ardhur asnjë opton, shpeshher sikur na kur udhëzohet dikush ose na kur i flasim dikujt ose ata për i larg e kanë përshtypjen se tash kur të udhëzohet dikush bodlla pak pak si jashtëtoksor, pak si jeton pak në halucinacione, pak jeton me konspiracion, pak jeton opton dikun të mbyllën e për dosallën e për do. Jeta është gjoma një ditë vetme që pejgamberi sa mos të izolu për njerëzve. Një ditë vetme gjone që pejgamberi sa mos të izolu për njerëzve. Për ditë ka dalë Mekë, apo në Çabe ka shku në cilën nuk kanë e mosht me idhuj. Në momentin që është udhëzu, në momentin që ju ka shërby atyne, familja ka thonë, që tash u udhëzu djali jonë ose vllai jonë ose kështu me radhë. Andaj shërbimi do vëllazër, ndaj tjerëve është i domosdoshëm për ata, e sidomos në familje ku po flas është temë, ndoshta temë në veti dhe ka hadithe të shumta që flasin për domosdoshmërinë e shërbimit të njerit në familjen e tij, ku pastaj shpërblimet janë jashtëzakonisht të mëdha. Këta hapa të vëllezër janë hapa të përgjithshëm. Domthon hapa të cilët vijnë si rezultat i dertit edhe i brankos për m'ia u thy, domthon atë për shtypjen e tyne ose për me ndru bindjen e tyne. Kur të arrina me ndru bindjena, kur të arrin me ndru bindjen, dhe ajtë shet ty apo tonë si shërptor, po më ndoj i tyne, të shet si njëri
që si njëri normal, që si njëri që ke ndryshu pozitivisht, që si njëri që jetu knaq me fen, me udhëzimin, e kështu me radhë, pastaj vinë, mendoj, hapat praktik. E hapa praktik tani ka shumë, ka shumë. Ka shumë, aq shumë ka sa që unë do më tregu veç sa për kuriozitet, tu përgadit për këtë takim bashkë me juve, e lypsha një liber, edhe e gjeta një liber e cila thot 1000 hapa, 1000 metoda, 1000 forma të davetit të tjerve. Djetarët i kam përmen 1000 hapa, 1000 forma, se si mundesh me bë davet tjerve. Amo kur njerija qëllën dhe arrin me i marr 10 pej tyne, s'po them 1000, as 1001, 10 pej tyne, që me i praktiku në familje, arrin kur e ka dert, edhe ka gajle. Edhe e studion se cilin antar të familjes veç e veç. E unë këtu sidomos, dy kategori, kisha thonë që janë mbrenda familjes, duhet me pas trajtim shumë special, edhe shumë të veçantë. Prindrit edhe gruaja dhe fëmia. Prindrit janë për shkak të përgjegjësisë edhe të obligimit, edhe të shpërblimit të jashtëzakonshëm, edhe të detyrave që i kem karshi tyne, e në raport me grua me fëmijë në aspektin e përgjegjësisë. Sepse dallon, me prind nuk i shumë përgjegjësi direkte, apo në udhëzimin e tyne, a për grua për fëmijë do të pyetemi. Për prind nuk kemi më pyet sa kemi bën, po nuk kemi më pyet direkt për udhëzimin e tyne, sepse ata na jemi nën ta, apo a për fëmijë kemi më pas, për grua dhe për fëmijë kemi më pas përgjegjësi direkte. Andaj dallon forma e thirrjes së prindit, edhe dallon forma e thirrjes së fëmijës. Fëmijës ka metoda pak ma të veçanta, për prind ka metoda pak ma të veçanta. O shumë rëndësi me ditë kur duhet me fol, edhe kur duhet me hesht. Ka momente kur duhet me hesht, e ka momente kur duhet me fol. Po këto nuk e gjon në libra. Kërkun Kur'an nuk e gjon, as në sunet pejgamberit sa me thonë, ti fol kur vjen ky moment. Jo, kur vjen ky vjen kur ke najt natën pa gjumë. Çatëherë vjen, çatëherë ti e din se kur baba dhe nana janë të gatshëm të ndëgju. Dhe kur baba dhe nana nuk janë të gatshëm të ndëgju. E din se cili prej neve. Apo e din se cili prej neve, prindi tina çka merret. A është i fushës leximit, a është i fushës ndëgjimit, a është i fushës bujqësisë, a është i fushës makinerisë, a është i fushës mjekësisë, se cili prej neve din. Andaj është e pa logjikshme apo ati të fushës mjekësisë me dhon argumente po zon bujqësisë atje dikon. Amo shumë e natyrshme dhe shumë e logjikshme, atina i cili merret me bujqësi me ofru argumente të bujqësisë, argumente të shumta, që Allah subhanahu wa taala i ka përmend qoftë baktit, qoftë tokën, qoftë shumimin të farës e kështu me radhë. Andaj njëri vëllezër nderuar, vjen tek forma e komunikimit me ta në bazë të asaj që i njeh se cilin prej tyne. Edhe në raport me fëmijën, për shembull thash, ajo është pak më e veçantë sepse ata ka detyra dhe obligime pak më të veçanta, apo mendoj se cili prej neve kanë dëgjuar dhe është në njohuri se si duhet bëhet daveti ose edukimi i fëmijëve. Vëllezër nderuam, antarët e familjes kanë dikant që e dojnë. Madje edhe për njerëzve që janë të udhëzuar. Sidomos tash që u shtu numri të udhëzuarve. Pa pas dikant që ja ka hatrin, pa pas dikant që dëgjon, pa pas dikant që ja ka respektin e kështu me radhë. Nuk ka mundësi. Andaj mos tento gjithmonë vetë me i hap dyrë, tento me i hap dyrë përmes tjerëve. Ju e dini të vëllezër, Abu Hanifja, kur e ka marrë nënën e vet, edhe ka qutë njëri prej andaj Abu Hanifja, e ilmin që e ka pas, dijen që e ka pas, e ka marrë nënën e vet, se ka thonë nënën e vet, po diçka për fe. Ka mund me thonë Abu Hanifja, apo
Logjikisht valla, po ka mund me thonë, po që unë të kallzoj, po çka thjesht, apo na çka kishëm bën? Na shumë thonë që unë të kallzoj valla. Unë të kallzoj, po ti ku po të më shku, unë po anivja, unë po e ka marrë valla, e ka se thonë, e ka qit në shpinën e vet dhe ka çu te dera, ka cakat der kur ka dalë që ditë, ka nona po vet me vet diçka. Si çati ka flajt zemra. Wallahi vllaznia është punë e madhe kjo. Punë e madhe shumë Ku i flen zemra babës, ku i flen zemra nënës, ku i flen zemra vllaut, ku i flen zemra motës. Me rëndësi është ti se vapë ti merr, ti shpërblime ti merr ti, jepe, quhe, ofrohe, që njerëzit të vinë deri tek ajo. A përdoret fletushka, a përdoret libri, a përdoret dersi, a përdoret ligjërata, a përdoret marrja në xhami, a përdoret këto janë përditshmëri, këto janë forma të shumta, këto janë domthon po them janë metoda të panumërta ku secili prej neve përdor apo. Ose domthon dhuratat janë shumë e rëndësishme. Gjithmonë po flasum shpeshherë jo në mënyrë direkte se si duhet binden ata, po dhuratat, projekte të caktuara, projekte apo. E ki projekte ban projekt me çu babën e nanën, vllahun dhe motrën në umre. Ja vlen me vllaznia valla. Vallahi ja vlen me punu njëri punë shtesë. Apo unë prej pa ta dëgju jashtë kur isha me një xhami, më pa të bësh shumë përshtypje me një vend, tha në çarsh xhamis të tapsirës ishte një vend ku domthon një floktore, një berberhane. Edhe thash e këto e mor hoxh, po thot ai imami. Tha këto është një djalë, një xhamatli. Tha i cili është domthon është berber. Tha dhe ky çka ka thonë? Ka thonë çelo hoxh, kupton. Unë s'po kam mundësi më shumë. Filan dite, pesh filan kohë, në filan kohë 4-5 vet. Sot të arri me i kry, kupton? Unë e vi dhe ja e hek e flakt. Këto, çato pare jesin xhamis. A kuptoni? Shumë e thjeshtë. Një projekt të veçantë me ba, një punë shtesë me ba, që me që ato pare mi marë babën e nanën me qu në përval, me najtë 3 ditë me ta. Mi marë babën e nanën me qu në omre. Mi marë babën e nanën me qu me shëtit, me adhon një drejt, me adhon një ushqim, me abo. Thjesht me kalu kohë me ta. Dhe ata me pa dhe me di dhe me endje se ti e ki brang edhe e ki dertin e tyne. Thashtu më vëllezër, këto po mendoj janë shumëta dhe e fundit që po do me përmend te kjo pjesa e metodave që janë shumëta, është ata duhet me na pa se kena brang. Ata duhet me pa se kena gajle. Duhet me na pa, ju me na ni të thonë kena brang, po me na pa të mërzitën, me na pa të brengosën, me na pa se nuk jena mirë derisa ata të udhëzohen. Me na pa. Kur të na shohin të tillë, Allah subhanahu wa taala ka zemrat e njerëzve në dorën e tij, e do t'i lëviz, e do t'i ndryshon, qysh Allah subhanahu wa taala don. Këtë fund, po du me thonë edhe dy jo rrugdalje, po 2 ngushëllime. Që me letu ndoshta pak, këtë pjesë. Ajo është në vërtetë se në momente të caktume, në davetin edhe në familje, po edhe në shoqëni, ti duhet me hesht. Me e lujt rolin dhe me tregu se ti nuk ki interesim, apo ti nuk ki përfitim, nuk ki përfitim nga udhëzimi tyne. Kjo është vi koqa e hollë, po shpresoj që ta kuptoni drejt. Sepse kem ngulje e madhe, apo e cila i te i kalon kufit. Mundet me lastu ata dhe me mendu ata se me bavakia ata mus më udhëzu ti jetë keq. A kuptoni? E ti në momentet caktume duhet me o përcjell gjithë mesazh. Dhe me thonë që edhe nëse nuk udhëzohni, ju vetës e bani dam, ju mu, e as fes. Dhe udhëzimi ju mu së mësjell kur farë,
kur far përfitimi, as kur far marrje në grada atje, po kupton, në xhami ose në shoqëni atje kur shkojna. Kuptoni? Dhe a flasëm me mendje dona, po kemi bazë. Këto kemi argumentin më të fortë dhe më të madh, argumentin e fillimit të surës Mutaffifin. Surës Abese, ku kanë ardhur, domethënë, paria e kurejshve dhe pejgamberi sa më kon të ju fol atyne. Dhe normalisht pejgamberi ka pas shumë të drejtë në ato të cilën e ka bërë. Po. Në këtë moment ka ardhur Ummi Mektumi i Verber se ka pa çka u ka bëhet. Dhe pejgamberi sa ka insistu mos me nal muhabetin dhe me vazhdu me i thirr kurejsht. Dhe një farlloj mos marrje me Ummi Mektumin. Që thamë të vëllezër, na, në rrethana të tilla, madje kështu konsideru ka burrni. Në një burr të pret se na i kem do punë tjera me këta, po. E Allah subhanahu wa taala ka zbrit qërtim, ndaj pejgamberit alayhis salam, i cili pastaj është argument i vërtetësisë së Kuranit të kështu me radhë, po ka zbrit qërtim. Dhe një nga urtësitë që na kanë nxjerrë dietarët është se njeriu megjithatë, edhe në thirrjen ndaj tij, na vjen një moment kur nuk shkon ma andej, apo? Sepse në këtë moment ka qenë lastim për parinë e kurejshve, këmbgulja e pejgamberit alayhis salam dhe ndoshta mosmarrja me ta. Andaj duhet më përcjell mesazh atyne se na këtë këto që po e bojna për të mirë t'juve vëllai. Dhe jo vetëm me gojë, po edhe në aspektin praktik më tregu se kemi prej brengës, prej dertit, prej hallit, prej dëshirës për mi pa mirë kështu me radhë. Ama vjen një moment ku jo vëllai. Megjithatë, mbetet ai kufini i cili na ndan, Të gjitha metodat kanë me dalë si rezultat i meditimit sonte natën, edhe i dertit, edhe i galës, edhe i brengës që e kem kur rrina pa xham. Dalin metoda. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush i tutet Allah i gjon zgjidhje, i gjon rrugdalje, i gjon Allah e mëson. Wattaqullah wa yuallimukum Allah. Keni frikë Allahut, Allah ju mëson. As dim Allah të mëson se çish duhet me vepru. Më rëndësi është mos monal. Dhe më rëndësi është me pas vazhdimsi në davet. Dhe mos me pas kohë ku besimtari nalet. Për asnjë moment. Dhe në fund krejt. Për me kuptu natyren e kësaj dynjaje. Edhe natyren e udhëzimit, domethënë kemi shembullin cilin nuk duhet me e përdor në fillim të thirrjes, por duhet me përdor në fund. Sepse shumë njerëz sot fatkeqësisht në thirrjen e tyre, në davetin e tyre, e ngushëllojnë veten e tyre me mospranimin e Islamit nga djali i Nuhit, ama e përdorin në fillim. E tani si rezultat i saj e lanë dhe do të në fund mi përdor. Kur ti përdorëm krejt, atëherë kuptojmë se ka mundësi edhe djali i Nuhit me kanë dhe mos me ka besimtar. Ama Nuhi edhe përveç 950 viteve, edhe nanije të hypi ka thonë, ja bëne jërë këbmana, o djali jam, hajde hyp me neve. E kur na i thirëm derin që të moment, e nuk përgjigjen, atëherë Allah subhanahu wa taala nuk na ngarkon me ato që besimtari nuk ka mundësi me bajt, madje, Allah xhaleshanuhu i ka zbrit pejgamberit alisam dhe njëkohësisht për mësoj në u ka drejtuar neve, inneke la tahdi men ahbab, ti nuk ka uzon ka ndon ti. Lakin Allah yahdi men yasha, por Allah subhanahu wa taala është ai i cili udhëzon kanë të doj. Pra këtu i përdorim në fund krejt, për mos me emrin shkallën e dëshpërimit dhe të mendimit keq për Zotin se Allah subhanahu wa taala, domethënë na banum krejt edhe Zoti nuk na i pranoi, Allahu xhaleshanu do të shpërblej secilin për dertën e galën pavarësisht rezultateve të arritura. Lusë Allah në gjellëshanu që derti dhe branga jonë tjenë të vazhdushme në fillimisht në forcimin e imanit dhe të besimit për veten tonë, e pastaj shtrirja e këtij imani dhe besimi dhe përcjellja e këtij amaneti dhe përcjellja e kësaj kënaqësie dhe begatie që Allah na ka begatu, fillimisht në rrafshën e familjes, e pastaj edhe në rrafshën më të gjerë, derisa kjo dritë
dhe kjo fe dhe kjo begati cilën Allahu na ka begatu, kjo kënaqësi cilën Allahu na ka mundsuar me përjetu, të jetë pjesë e zemrave të secilit dhe të jetë dritë përmes cilës njerëzit kanë me e ndryshu rrugën e tyre në këtë botë, e pastaj të jem në numër sa më i madh i umetit pejgamberit alsam ditën kur do të ringjallemi e të dalim para tij. Nëse Allah në matë të udhëzoj familjet tona, e neve të na bëjnë shkaktarë ose sebeptarë të udhëzimit tyre. Hadha sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.